Mirë, jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit të emisionit të ndalemi sërish tek luftrat dhe tensionet gjeopolitike në botë, të cilat ndikojnë gjithnjë më shumë në ekonominë globale. Efektet po ndihen edhe në përditshmërinë e qytetarëve përmes rritjes së çmimeve, pasigurisë për kursimet dhe frikës për të ardhmen financiare të familjeve. Në një klimë të tillë, lind pyetja si duhet menaxhojmë kursimet dhe investimet tona dhe sa rol le të themi kemi të gjithë në mënyrën se si ndërgjegjësojmë njëri tjetrin, nga institucionet financiare deri tek media, prandaj përfshiva me termin të gjithë. Për të diskutuar më tej, unë do të jem në një lidhje të drejtë për drejtë me ekspertin ekonomist edhe pedagogun Artur Ribaj. Profesor, ju përshëndes. Përshëndetje juve. Për ta nisur luftrat dhe krizat në botë. Në një të tillë ne jemi aktualisht në një të tillë të ndezur, se patjetër ka shumë konflikte të cilat mbeten aty si vatra zjarri që pak të ngacmosh ringrihen edhe një herë, po sa ndikojnë në jetën tonë të përditshme situata të tilla, të le të themi të quajtura mes nesh luftra, po ende nuk janë të niveleve të tilla, por mbeten kriza globale goxha të mëdha edhe që lëvizin dhe i trondisin tregjet. Absolutisht që këto ndikojnë, duket sikur nuk japin efekte drejt për drejt, por tërthorazi, pavarësisht se lufta nuk është Shqipëria pale saj, në një farë mënyrë ajo do të afektojë ata. Ashtu siç edhe lufta Rusi-Ukrainë afektoi ekonominë shqiptare dhe jetën e shqiptarëve, gjithashtu nga pikpamja e ekonomisë. Po e njëjta gjë ndodh edhe në këtë situatë. Prandaj shpesh ne ekonomistët themi se duhet të mendojmë në kohë të mira edhe që mund të vinë kohë të jo të mira. Pra të krijojmë mundësinë për të ruajtur rezerva dhe kursime për të mundur të menaxhojmë situatat të vështirësive ekonomike. Të ndodhur në këtë situatë konkrete asnjëherë, pra vendimarrja në panik është ajo e cila nuk rekomandohet, por kërkon një analizë dhe një këshillim të duhur. Pra asgjë nuk duhet kryer në mungesë informacioni dhe në panik i gjendur në situata të tensionit që transmetohet nga shumë rrjete sociale e të tilla si këto. Profesor, çfarë mund të ndodhë, le të themi, me produkte të caktuara, në rast se qytetarët panikosen dhe shkojnë për shembull marrin të gjithë miellin që kanë fabrikat, apo marrin të gjithë vajin që kanë fabrikat. Çfarë ndodh me çmimet në të tilla raste? Dhe në situata kur nuk ka nevojë për të bërë veprime të tilla. Ne kemi parë me pandeminë COVID-19, mbetën paqumësh formul prej faktit që të gjithë shkonin dhe blinin në sasi të mëdha duke u përgatitur për ndonjë krizë të mundshme dhe për ndonjë pamundësi për ta pasur këtë produkt më vonë. Absolutisht tregu funksionon si i tillë në momentin që do të rritet kërkesa për atë produkt, automatikisht do të kemi rritje të çmimit për atë produkt dhe mungesë në treg. Kjo ndodh edhe me produktin që ka nisur, faktikisht me produktin e naftës. Dje po merrja informacion që shqiptarët të cilët të shkonin dhe furnizoheshin në Maqedoninë e Veriut me naftë, për efekt të çmimit më të ulët, i ka bllokuar dhe nuk lejojnë më shitjen ndaj shqiptarëve të cilët shkojnë në atë anë të kufirit për të furnizuar. Pra fillon automatikisht shteti të funksionojë për të menaxhuar rezervat dhe furnizimin me ushqim apo me produkte të tjera të domosdoshme siç është nafta. Prandaj kërkohet në radhë të parë shteti të krijojë, të përcjellë informacionin dhe të krijojë qetësimin dhe të tregojë që ka situatën nën kontroll. Pra, përmes institucioneve të tij për të treguar këtë lloj situate. Nga ana tjetër, populli nuk ka pse të panikoset kur shikon që çdo gjë funksionon, dhe për më tepër kam thënë edhe herë tjetër, duke pasur një aktor shumë të fuqishëm që ndodhet në këtë përballje, ne pothuajse dimë edhe rezultatin ku do të përfundojë. Prandaj dim se të themi të jemi të mos panikosemi dhe të mos krijojmë stres dhe probleme të tilla, të cilat do të krijojnë patjetër panik dhe në panik çdo vendimarrje është e nxituar për të krijuar pastaj mungesë të produkteve në treg, dhe do të thosh ajo vetëm të asaj çfarë ju shprehet, e cila ka të bëjë me pjesën e mungesës së një qumshtit, formula apo por mund të kemi probleme akoma më të mëdha, mungesë ilaçesh, dhe të cilat të gjendur në lloj paniku, të gjithë njerëzit veprojnë pa
arsye dhe pa logjikën e shëndosh. Se fakt jemi qenie emocionale, profesor, edhe ndonjëherë ndodh që bazuar nga gjithë impulsiviteti që na karakterizon si natyrë, sidomos përballë situatave të tilla, mund të shkaktojmë dëme edhe më të mëdha, të cilat në fund prap ne i paguajmë si konsumator. Patjetër. Jemi ne gjithmonë të cilët, le të themi, të ndëshkuarit dhe kur veprojmë me emocion, po prandaj i thirret konsumatorit për që një qëtë dhe për të analizuar. Dhe aty ku duhet edhe të pyesi të marrë informacion nga ata që realisht dinë se si mund të menaxhojë një situatë krize, apo një situatë paniku, apo një situatë investimesh në këtë moment, se sa të bazohet në kokën tonë të ndikuar nga çfarë ndjekim nga TikTok apo nga çfarë situata shkrijohen përmes rrjeteve sociale të cilat imponojnë ndonjëherë dhe ka mungesë vërtetësie apo dhe të përgatitura me AI e të tjera gjëra si këto. Pra kur nuk mban askush përgjegjësi për atë çfarë thotë. Në këtë pikë besoj i rëndësishëm dhe në krye të piramidës qëndron roli institucioneve dhe i bankave për të informuar qytetarët edhe për të mos lejuar që ekonomia e një vendi të shkojë drejt një kolapsi. Sepse mund të jetë vërtet ndoshta për momentin vetëm një produkt, ama shumë shpejt do të reflektohet rritje në çmime të tjera, do të përfshihen sektor të ndryshëm, ekonomia familjare do të bëhet më e vështirë për të menaxhuar dhe të gjitha këto vinë si pasojë e panikut dhe lind nevoja për një menaxhim të mirë. Pra në këtë rast, cili do të ishte mendimi juaj, si duhet të reagojnë dhe si duhet sillen institucionet? Mendoj se institucionet ndoshta janë të vonuara në këtë linjë. Absolutisht është tepër e domosdoshme reagimi dhe prononcimi i tyre për mbajtjen e situatës së kontroll, por jo vetëm nga një individ. Pavarësisht që ne dimë forcën e individit dhe fuqinë, çështja qëndron tek institucionet, besimi është tek institucionet dhe kërkohet institucionet të shprehen për të pasur dhe për të normalizuar situatën. Të gjithë duhet të përcjellin që kanë situatën në kontroll dhe në menaxhim. Nuk mund të lejojmë të qarkullojnë informacione të cilat mund të sjellin panik, por mund të kenë vërtetësi dhe të cilat kërkojnë patjetër që institucionet përgjegjëse, individët përgjegjës në këto institucione të trajtojnë menaxhimin e këtyre situatave. Ne kemi komitetet e ngritura, kemi institucione përgjegjëse që paguhen për të treguar sigurinë, stabilitetin ekonomik dhe sigurinë e financave, të cilët duhet të marrin përsipër pikërisht edhe këtë lloj kostoje për të dalë publikisht dhe për të shprehur situatën se si qëndron, për të menaxhuar ajo dhe për të mos lënë hapësirë për ekuivok, apo për dilema, apo për paqartësi. Nëse institucionet nuk do ta bëjnë këtë rol, atëherë nuk janë duke kryer detyrën e tyre, e cila tregohet pikërisht në kohë të vështira. Nuk mund të jetë të gjithë janë të lumtur dhe të gëzuar kur kemi kohë të bukura dhe të mira dhe paqe. Çështja qëndron që institucionet janë aty për të garantuar stabilitetin dhe qëndrueshmërinë në kohë të vështira. Ndërkohë që nëse do të vim në familje, thirrja ime ndaj publikut është familjet duhet të kenë kujdes edhe ato po e njëjta gjë. Të kenë vëmendjen të sigurojnë rezerva në kohë të mira, të kursime do të thoja. Jo vetëm të shpenzojnë dhe jo vetëm të ekspozojnë në kredimarrje. Duhet të krijojnë kursime sepse jeta është e tillë dhe ka nevojë që ti të kesh disa rezerva të cilat janë aty për kohë jo të mira. Si do ishin më mirë këto rezerva, profesor? Pra, ti ruash në para fizike, ti ruash në bank, ti ruash në ndonjë formë tjetër në bizhuteri, ari apo të çmuara, sepse lingota kam përshtypjen nuk arrim dot t'i ruajmë me lingota ari. Po. Atëherë e kryesorja mbi të gjitha është të kursesh. Një nga problemet e njerëzve është të mos menduarit për të kursyer, për të krijuar rezerva. Sepse nëse kursen, pastaj ndryshon çështja se në çfarë forme ti do t'i mbash ato. Patjetër që ne kemi thënë edhe herë tjetër dhe së bashku
ruajtjen e një rezerve në cash, në shtëpinë tënde, në prerje të vogla, e cila ty të krijon një siguri të gjendjes për të menaxhuar një periudhë vështirësie, apo kolapsi, apo ndërprerje të sistemit të energjisë, apo të sistemeve të funksionimit të sistemit bankare të tjera. Pra, mundësi që ndodhin. Dhe nuk jemi ne të parë që themi, por kanë thënë dhe autoritetet të tjera ndërkombëtare, të cilët duhet të sigurojnë këtë lloj rezerve të mbajtur pranë shtëpive të tyre në një mundësinë e një rezerve të vogël, nuk po themi të mbash gjithë investimet dhe kursimet e tua të mbash në shtëpi, sepse ajo do të ishte gabuar. Pjesa tjetër qëndron në vendosjen e një raporti për të mbajtur në likuiditet të plot, siç janë parat në llogari bankare, që ti ke një kartë krediti, kartë debiti, kartë bankës apo një internet banking, për të krijuar mundësinë që ti të bësh transaksione dhe shlyerjen e detyrimeve në një moment caktuar edhe përmes paras elektronike. Pra, jo të gjitha parat ti investosh në real estate. Jo të gjitha parat ti çdo gjë që ke ta hedhësh aty dhe të krijosh mungesë pasaj të likuiditetit tënd. Është shumë i rëndësishme sidomos në kohë të vështira ti të kesh likuiditet. Pra, pasja e parave likuide, do të thotë të gjendshme dhe të gatshme për të kryer transaksion, është një oportunitet dhe një domosdoshmëri për ta pas çdo individ, çdo familje. Pasi, përndryshe mund të futet në kolaps, mund të kesh pasuri sa të duash, por ato nëse nuk i ke likuiditet, ato duan kohë për të kthyer në likuide apo vinë me një kosto shumë të lartë, sepse ai kur jenë në ngërç dhe kur jenë në hall, ai që do ta blej lirë asetin tënd, pronën tënde. Dhe kjo shfrytëzohet dhe jepin përkëshillat për ata që dinë të njohin tregjet, është ruaj sa më tepër likuiditet në kohë të vështira, me qëllim që të kesh mundësinë edhe të blesh nëse ke okazione, sepse krijohet të tilla. E vërtet, në fakt, situata, unë po kujtoj situatën e krizës në Greqi, shumica e atyre që kishin likuiditet, që kishin arritur të menaxhonin si duhet parat, sot kanë shtëpi të cilat tregtojnë shumë në treg, sepse në atë kohë patën disa, le të themi, strategji të tyre për të kursyer para, të cilat nuk ishin të nevojshme të shpenzoshin dhe për të marrë shtëpi shumë lirë në atë kohë. Kjo ka ndodhur në Shqipëri edhe në 2009-2010. Kur u pasua kriza e ardhur që nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Europë, në Greqi e tjerë si këto, në një farë mënyrë mbërriti edhe në Shqipëri, se ne ndonjëherë themi që po nuk ka ardhur kriza. Kriza edhe tani ka dhënë efektet e veta në Shqipëri. Pa çka se ne ndonjëherë duke qenë në një varfëri të madhe nuk e ndjejmë sa e thellë është kriza. Por fakti është që efektet jepen të menjëhershme. Jepen sepse është realiteti i tillë dhe duhet të ndodhi, apo jepen sepse spekulohet. Kjo velet për të vërtetuar nga institucionet që duhet bëjnë detyrën e tyre. Por, absolutisht, thirrja ime ndaj publikut në këtë rast është të krijojnë rezerva kursimesh, dhe këtë duhet ta mendojnë gjithmonë, jo sot, po gjithmonë të krijojnë mundësinë për të kursyer, për të mbledhur para dhe për t'i pas ato në gjendje likuide në banka apo në monedha ndonjëherë, të cilat ty të duhen për të pasur dhe për të menaxhuar pikërisht shfrytëzimin e këtij momenti, siç e thamë që edhe ju për rastin e Greqisë dhe vendet tjera gjithashtu. Zoti Riba, ju falenderoj shumë për të gjitha informacionet dhe analizën e bërë dhe ju uroj një ditë sa më të mbarë në vijim. Faleminderit, sukses juve.